بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Fillimisht e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. Salat dhe selam e dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik, të cilën ndihmuan në përhapjen e fjalës La ilaha illallah. Mandej pranishme selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot jemi me një temë kapitulli 80, babu wujuh ta'at wa ladul amri fi ghayri ma'siyah. Kapitulli i domosdoshmërisë së respektimit të udhëheqësave të ju të cilët urdhërojnë në të mirë. Wa tahrimu ta'atuhum fil ma'siyah, dhe ndalesa që t'i respektojmë, t'i pasojmë ata kur ata të çojnë nga e keqja. Jemi duke jetuar në kohën e votave, dhe që njëherë ju këmë thonë përsëri, në qoftë se ky grup njerëzish e qesëm një punë vota, ka shkë shumica që ashtu duhet me shku kaja. Shpesh këmë thonë qesëm vota, filona është i meqë o budal, që ose shumica thujnë budal, jetë budal. Që ose edhe është budal, thujnë shumica është i menqë, jetë i menqë. Apo, për një person shkon të një mjek, janë zënë gjepin dhe jep diagnozën qyshaj, dëshiron qoftë për invaliditet, smut, apo edhe në qoftë e smut e për të shëndosh. Këto ndodhen në një vend ku nuk ka shtet, në një vend ku nuk ka ligj, në një vend ku nuk ka drejtësi dhe barazi. Dhe tash, ne muslimant jena në pikë çuditëse të madhe dhe pikë pyetje se çka të veprojmë në një gjendje të tillë. Por muslimanët e kanë të qartë shumë se respektimi është kulturë e muslimanit dhe muslimani duhet të respektoj, sepse ai që respekton e ka respektuar Allahun xhelalu ala. Thot Allahu në Kur'an: Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa ulul amri minkum. Ky është ajeti surës An-Nisa 59 që kemi cikë dhe më herët, që ky ajet mësë shumëti i ka vyje komunizmit, ku intervenoj edhe Rusia të hershme komuniste, për mi të binë njerëzit çka të thot pushteti mi bo amin. Dhe zatin shumë dhe nga xhallat e kanë shpjegu këta në mënyrën që ju ka duft kuna pushtetit. Dhe pushteti që do i qavesht, që ka thojnë xhallat, sepse i duhen njerëz me konë dele, ka t'i thot me quhe, aja hinshet tukën, aja harë pasurin, aja vjell gjepin, ajo pa patrejtësi, nuk flec, e respektam. Por të resa është një teme tillë nxehtë, ne do të më shkojnë vetëm në argumentet kuranore dhe hadithet dhe të shohim se çka na thojnë ata në kësi situatash. Po para se him të ajo, i ndëgjojmë ajetet dhe hadithet të cilat na ngrisin neve lart që jemi të respektueshëm. Thot Allahu azza wa jall: O ju të cilët keni besuar, atiu Allahu wa atiu Rasul wa rasula wa ulul amri minkum. O ju të cilët keni besu, o musliman, respektone. Atiu Allah, respektone Allahun. Wa atiu Rasula, respektone dhe pejgamberin. Wa ulul amri minkum, dhe udhëhecin e juaj që është për juve. Minkum, kjo nuk i ka konvenu Serbisë asnjëherë. E as kujt tjetër si konvenon. Nga kjo ajet kuranor i jep me kuptu se ai që nuk është minkum, jep minhum, nuk pranohet. Udhëheci duhet më konë për juve. Udhëheci duhet më konë prej se diabe këtoni ajo. Jo i huj, jo shko, por e ka dhe një kuptim tjetër. Minkum, që ose jeni musliman, tjetë pej muslimanve, e jo shumica musliman e delën krye e jo muslimoni, në emër të
tolerancës. Në emën të X asoj fjalive të ndryshme që pejtojnë për media për ndëgjoni mi mami sonë. Jo, Allahu ka thënë min kum prej juve. Dhe tash, subhanallah, del ato muslimoni, 5 vakti namaz, dhe ja qëtë të li farmarë ku ja qëtë votën. Apshe, nuk u dënë, a i du të më konë prej teje, që ta din të mendimin tënë, sepse nesër a i ne më donin, votën për pedera. Edhe ja pëm shori, na kemi votu për pedera. Nuk është diçka absurde. Sepse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kema tekuni wala aleikum, qyshin ju edhe udhëhesat e keni. E qëtë njerin që o veç, viqin ohër qanë. E qëtë njeri ka më të që njerëzi. Për ata, islami të ratë kategorikisht në këtë temë, pa marë parasysh se është nxehtë dhe intervenon, intereson mediave shumë, por nuk është të folë fadili. Po është një të folë ajetet kuranore dhe kush hadithi të pejgamberit. Fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por nuk kem çora na pa thonë çush është. E di pse ju shumë i prekja. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith në cilën transmeton Abdullah ibn Omeri se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ala al-mar'i muslimi sam'u wa ta'a. Çdo musliman, çdo person, individ person, musliman e ka obligim sam'u wa ta'a, dëgjueshmëri, nështrueshmëri. Me ndëgjuar edhe me nështru. Fima ahabba aw wa kariha, në ato që ka dashte apo nuk e dashte. Illa që kjo është aja që mësë shumë të i prej. Illa an yu'mar bil ma'siyah, përveç nëse ai unon në punë të këqija. Ose bini rregullora administrative të keqe. Ose bini veprim në ligj i cili është kundërshtim me drejta njerëzore, kundërshtim me fe. Ja që të vjekes, se s'më i vetë. Mos ati është të jetë mirë, fjala e habba wa kariha, e dashte apo nuk e dashte, e me kuptu kështu. Për shembull, e bini ligj se duhet me hik dohanin. Dohanxhit nuk e dojnë. E ata se pin dohanin e dojnë. Dhe domi është më i madh se sa dobia, atëherë e deshte se deshte duhet me ose në komunikacion. Rruga filon qytetin duhet me igro 40 orë për shkak të dënsisë. Para një kohë kon 80 orë. Apo më shku që asoj 40 orë vanohën shumë. Deshte duhet me zbatue. Për ato është ligji dhe me çdo sen është ligji. Ligji nuk një kërkon, as një pozit nuk e një. E në ato vende ku urdhërohen në të këqija dhe ndalohen nga të mira, nuk ka ligj. Ka ligj për fukare, ka ligj për të dobtit, ka ligj për të ngratit, për të mëdhejt nuk ka. E për ati vend ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gani kënjëra që mi thonë. Në atë vend ku nuk ka, ku është ligji për të mëdhejtit, për të dobtit e për të mëdhejtit, ato ik pe ati vendi para se më para rutillën e së ditë, ose nëse natë mos prahet me lind dielli. Se ato hajt s'ka. A dulen kosovar para një kohë shumë? A dulen? Dhe na thëshëm sa të mëshëm s'bën me ik. Po vallahi ato tripikat që i majnë në krye na s'muna me thonë se në këtë vend ku nuk ka, në atë vend ku nuk ka drejtësi dhe nuk ka ligj dhe parazi, duhet me ik, me lëshuar para pe koshis kaq me lëshuar edhe shtëpi. Me ik me koshis kaq. Koshi me pas. Lera mani pushtet i cili e randon qytetarin e tina deri në atë mos sa që ja merr dhëm ndërkohë e nuk e lën tu. E ai është korrupsioni, hajnia, tash Evropa çka pruni, numër ne kush me luftuar maksimalisht kon korrupsioni. Shqyr Allah që na zgjim sense më po me ditë tranohen krejt. Por e din shumë mirë mizat e kol shokrymit. E din shumë mirë, nuk është instinkti e ka dhënë Zoti azza wa jall. Por Allahu xhelalu ala neve na ka shtuar, jo më na shpërlot trunin,
po për më na shpërlot trunin nga të këqijat. Islami njerëzve u shpërlon trunin nga të këqijat. E tash qysh duhesh merre ti? Kushdo që të jesh ti, në momentin që ti bjen ligj që nuk guxon në femra muslimane me shku në shkollë, nuk të respektoj. Vje keq. Ne kemi ligjin se femra mbuluar nuk bën me shku në shkollë. Këjt musliman se mu ata e respektojnë ma dhe i vogël. Me përjashtim ai që ka djeg. Sepse çashtu ki udhëheqet edhe xhamatin e ki çashtu. Sepse shpejt vet ai xhamat se ka kërkan volume. Se pengon ajo. Skuzaras më thon, le të simbolohet, po skuzaras më përmend, në dhe nëse do naj, po ai nështë se do heq. Edhe çaj ty komandon ty. Edhe është çështje time që është tabu për muslimanët, që është primare. Edhe mandej edhe më keqja, çatu që volume i pimarrin për arabë ka 500 euro. Ose 1000 krat për marrin parë. Po ti shkon me parë, unë isha po milioner. Sa po dalli kush më don ty për ose për shami, ai punë individuale. Sikur që dalin ata pederat mbi 200 dhe kryetari i shtetit del mas tyne. Pse pra nuk është për drejtat e gruas? Drejtat e disa grave që duhen me bën shamia, pse nuk del presidenti apo presidenti? Sepse ai malli që vjen për jashtë është peder. Edhe ky pa pun peder do të më bëj peder. A ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që keni mi pasu ata, ka thënë Rasulullah, kush janë ata? Plum mas plum dhe fërkem mas fërkemi, edhe nëse hinë birt hardhucës, në këtë shqiptarë se birt minit, keni me hi edhe ju. Beli vallahi që ata që kena po dim që s'jan pedera, po me hinë hatër pederit. Do të mi dollë në parat. Mua ata pedera se ndollë heq, se është një ndjenje e veçantë. E valla billah na nuk muna me shpërlot trunin të. Që Allah po thot azza wa jall, respektim edhe ndëgjim deri sa nuk i ka shkel ligjin e Allah. Jo ligjin e Allah, po asnjë ligj prej ligjeve nuk fetare, nuk as njerëzore nuk e pranojnë gjë tillë. Nuk e pranon. As nuk e pranon se pranojnë kur, edhe nëse nevoja me vdek. Dhe të kalë nga burg. Sepse nuk e pranojnë një të keqe. Po respekt, pa marrë parasysh pse ai u hipën për shtet, unë do ta respektoj ndaj derisa nuk ma ka shkel atë që është parimore. Momenti kur e shkel atë parimore, s'kam çaj bëj kërkuj të kohë baba im apo në koft, kush do qoftë. Pasha, njeriu kur bëhet pash, nuk e njas babën e vet. Dhe i thot baba djalit, o djali jam ti kur më bën iris ti. Djali i thot baba, o djali jam, ti kur në iris ki më bë. Kryen shkollë, bëhet i zoti, ja që zoti bëhet oficer i madh, komandant i madh, pash i madh bëhet. Edhe urdhon ushtri. Thot filonin, ja që flet arrestin, shko me marr filonin ma pru këtu në zyre. Shkojnë e marrin pa i ka dzu kush është, për çka po merret, e hiku pe jarës bojk, baba i ti bojk, kam rrit djali u bë doktor i madh, një president i madh, një kryeminist i madh, Allah, a pi përmend me qëllim të caktuar këtu, a? Edhe bëhet aq i madh sa që babën e detyron në mënyrë obligative me pru mi ka dzu babës se çau kon fëmijë ka dhënë baba gjithë, kur njëri s'ki mu bë, mi ka dzu jo njëri, po unë jam tash cari ju, breti ju. Kur vin baba i mbretit, baba i presidentit, baba i atina. Thot baba të kujtohet kur e më konë fëmijë, unë që më ka thënë kur njëri s'ki më bë. Thot po djali jam, po kur apet njëri s'ki më bë. Thot me konë njëri ti ma kështë qu pajton, atër s'ka pas Mercedes. Ma kështë qu pajtonën me i por kual, edhe kështë e paralemrue, e mu vesh mirë, se po shkoj të mbreti. E unë i morë pej orë, që shumë kanë të parashitje, më konë më kanë marë, së më kanë vetë heq. Si e njëri, prapë. O vllazë, por me udhëheq një popull mas pari do të më kon njëri, jaj. E mi pas celulat prej fëmijë. Se shkollat, këmë thej, cekin qenë shkollat bë njëri. Po njëri lind, dhe i pa njëri lind. E shkolla është, a ke po dhe qeni për jadhojnë të pare, për shkën për bli gazetë. Që beli valla, maj me gjëmaj se do shumë njerës. E Allahu Gjellëshanu vë Gjellë Gjellë.
ka kërku prej neve që të jemi respektues të Allahut numër 1. Që do më thonë? As vjen pejgamberi para ti, e as vjen kërkush para ti. Ka thonë Allahu, valla dini hadith pejgamberit që ashtu, nuk u zon me ardh hadithi pejgamberit kundërshtim me fjalën e Allah. Vjen kundërshtim fjalë me fjalën e Allahut u krye te s'ku zon me marr fjalë kërkoj mo. Valla ka thonë valla filoni. Valla ka thonë Ebu Hanifja që ashtu. Valla ka thonë s'ku zon more, ama s'po respektohet Allah. Mandej respektohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mandej të tjerë të cilët urdhërojnë në të mirë. E në qoftë se urdhërojnë në të keq, illa an yu'mara bil ma'siyah. Fa idha amara bil ma'siyah, në qoftë se urdhërojnë në të keqe, fala sam'a wala s'ka dëgjueshmëri e as s'ka nënshtueshmëri. S'ka, duhet me një herë me shprej pak nasin tonë dërcoj. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, man khala'a yadan min ta'ati laqiya Allah yawm al-qiyamati la hujjata lahu. Kush hiq dorë nga besueshmëria, nga kjo temë që jem të fol, e lën asgjë, po hiq dorë, do ta gjon ditën e gjykimit te Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu. Man khala'a yadan min ta'ati Allah laqiya Allah yawm al-qiyamati wala hujjata lahu. Kush është i dëgjueshëm dhe respekton Allahun dhe pejgamberin dhe ulul amr minkum, është njëri zbatuesi i ligjit me fjalë tjera. Do të gjon ditën e gjykimit, do të jetë prej atyre që ka më pas argument për të. Kjo ka më punë argument për të ditën e gjykimit. Është një qytetar i civiluar, civilizuar. I kryen obligimet ndaj shtetit vet, i kryen obligimet ndaj qytetarëve, i kryen obligimet. Wa man mata laysa fi unuqi bay'atun mata maytat al-jahiliya. Ai që vdes duke më i nënçmuar këto vlera, vdes vdekje ignorante. Ki plot për qytetarëve, jo kanë kup zemra njerëzit që i ka votuar, thotë mos dal kur me votu. Po dash ma dek po votojnë, le më ti. Po më mujt me gjallë dhe mos më dal. E atëherë, e një vetën të shgënjyar nga jeta e tij në përditshme politike, sociale, shoqërore, edhe ai merr hap të gabuar. Ma mirë më dal e më jam zho X. Me prija letrën mos më numëru hiç, se mos më dal hiç, sepse letra jote babgjyshin do akia po tan, që se një hiç. Lere mo ti, që je gjallë, e nuk e din hiç vota jeti ka shkan. I dojnë ata ato me ndjam shumë. 50% aja, 50% kjo, 50% aja, po që shkojnë ato problemit e tyre. Po, derisa nuk kemi frikë Zotit dhe se respektojnë Allahun, këto sene kur nuk hikën. Numër 1 do të thonë besueshmëria në Zotin dhe besimi jonë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Enes radhiyallahu anhu, thot isma'u wa ati'u, respektoni, dëgjoni, bëni të dëgjueshëm dhe respektoni. Wa in ista'mala alaykum 'abdun habashiyun ka'anna ra'suhu zabiba. Aq më kon do të respektueshëm, saqë edhe nëse e ke qit një njeri habeshi katunar. Po e ke qit, e ke zgjedh. Duhet me respektuar sikur se njeri me pas mi krye një diçka në krye. Kur e ka diçka në krye, është i lirë me këtë krye katon? Jo, pak me kujdes. Sikur me jetë me havale. Me pas kujdes, po. Jo ke me qysh tek aty. Se është herë me qysh tek aty, nuk ka mollë hes për kërkon. Diku pederat e lypin për veti, ata tjetë e lypin për veti, kryetohen, ata lypin për këto, ata lypin për ata dhe jetë dohet populli. Eta është ka ndodhë me kësi gjendje. Aleikum sabu ata. E keni obligim o musliman, me kënë dëgjushëm dhe të respektushëm. Fi usrike, momente kur i e vështirë, wa yusrik, edhe kur i e lirë. Kur të vjen mirë, edhe kur të vjen keq. Wa atharatin alejk, edhe në qofse ty ka godin drejt. Për shembull, e vjen shteti një urdhër, do të mira autoudha për midis qësoj xhamie, po bje fjala. Xhamin rrethën sahura. Atje në temel e kanë gjithë shkijeve të kishës shkive, me shekuj, e po të në autoudikon.
Në media s'po me rëzu, do të me deviju rrugën. A këtu me në zespresin, miro drejt gjami me rëzu. Vjen drejt në gjami, lypët nëj nacional, ndërtim nacional, s'ka mo, do të më nështru. E jam ja pasi kur qeveritar tonë, e kanë ditë ka i bjen autobulla, dile blej malet, e dile blej tokat, e qitë në mënd vetë me fitu palet vetë. Po, që kanë po? Njerëzë kanë se ty i bërë komë një argument. Për njerëzë që kanë hamër vetë, që kanë shqit tokën. E kanë ditë që pas 20 vjetë, maso vjetë e ka mendohë autobulla dhe dil. Shit, shprënësë tokën, qitë në mënd filonit e talonit, me qëllim që i palet më shkue, kur rjedhë ujë që anë i shkën gjithë ujës. Të i fort e shkën parja, parja shkën të parja, kanë thonë njerëzë. Parja shkën të parja, e kanë ditë, se ata që s'kanë pare, i hangishtat e vetë. S'kanë që me po. E shumë prej tyne e në shkën jyë, kur e kanë pase, i ka orë autobudha sajde, ish bo shpi, ish kreti. Fukarejt dek. A e tokë e ka shqitë për çka? Për me moj thmin, me shkollu thmin. Edhe, kumit. Kështu ta për, a i një që shelarë. Këta i lufton, këta njerëz nuk do të mi ndëgjue. Këta njerëz nuk do të mi qitë për më jesë për para. Po do të miro grosht hunve me vot, mi thonë stop, bolla, ngit mo. Vjetë tjetër dhe mazi. Pse fojt na toni kemi. Sepse shkavi që në ka mojt me dhun, e ka milën kryet tonë një qip, që njëri duhet në qeni në shtrum, pejt huajt, jo pejt vetit. E veti si të bëhat mosh, si kuraj bobën e vetë që ka marrë. Mas por e bobën e vetë e nënshman, familjen e vetë, lazilakon e vetë. Dhe e një dëshmitar që ma shumë kanë njerëzit probleme, që se kanë shkaven, se kur këna pas shkavin. Se shkavu merë me Sërbi, ta ka marrin dyrën që të drejpë që në kejti ka qua anena, me ty si i ka interesu. Po kur të hanë shkavi jytë, është me ranë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ja Nabi Allah, i thanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Nabi Allah, أرأيت إن قامت علينا أمرا يسألنا حقه ويمنعنا حقنا فما تأمرنا. O i dërguar Allah, çka me bona? Qoftë se vjen dikush udhëhec, na e merr drejtën tonë. Na e dim se na e merr drejtën tonë. Na e ndalon drejtën tonë. Dhe na pyetën drejtën tonë, na merr përgjegjësi. Është e drejtë e jote absolute dhe të merr përgjegjësi ai. S'le rahat. Çka më bona në këtë situatë ja Rasulullah? Fa'ard an. Mos e pranë kur. Kohën e komunizmit nderuar vëllezër, komunizmi ka qenë ai në gjendje sa që s'ka vetë hiç, por atë formalitetin do të bëj. Dhe sot e kemi xhamin, themelet e xhamis i kanë gjetë. Të teatri. Edhe çeshme. Mu që ato këtore në ta ujda, që ato konë gjamia, e ka rëzue, dhe nuk kanë nëshkrua hoxhallartjen me emra dhe mbi emra. Ka thonë, mëni më na myt, më na qitë, na nuk nënshkrujmi. Nuk nënshkrujmi. Edhe orë ligji, për me këthy ata, më ne këtë mo. Sot e 100 vjetë jo, po sot e 200 vjetë nështë ka marrë kuha, e ka më rëzue, kush e di çfarë për mendorje, e ka më rëzue se trashëgimia kulturore është çështje me rëndësi të madhe. Ka rëndësinë e vet, të veçantë. Por shkel. Por kemi prej atyre të cilët sa vakufet në Prishtinë i nënshkru prej X e Y-it, pa kur çfarë kompenzimi heq dhe sot i bie fyllës, s'mund e merr ato heq, gjindet. A kanë qit falsa sa more ekziston dëshmi. Atëherë ka qenë gishti. Apo? Imzoj kanë thonë. Për ata du me pos kujdes në këtë çështje, për ata çështja e çështjes të pronës është e shajt, po është e shajt. Sepse ajo ka më trashëgue dhe toka që këtu që kemi nuk është e kërkojë, është e Zotit. Po kjo qëst e tokës tu ka dhënë ty por me shfrytzu sa ti je gjallë. Domos i destë morën trashëgim zonë masi në trashëgim tortina me tuçi. Pra ka trashëgimi. Dhe trashëgimi është çështë me rëndësi të madhe. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çai tha fa'arid anhum kurse si mos pranon. Thumma sa'alahu qala sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u, respektoni dhe nështroni ju, fa innama alejhim ma hummilu, ju duhet me kënë respekt, mësë me që kryja,
në dole arrogancë. Por e ju bjash që kejnë dalën të mëllë protesta, dhe pa dhe hova protesta, se kush të vjetë letra ta. E ju bjash që ju me tre shpreh pak knacin ndaj asaj që ju ka bë pa drejt, e ndaj atyne kanë obligim që ju a ju kanë shkel. Wa alejkum ma hamiltum. E ju bjash kanë ngarkohni me qëta. Zotis ka me dhonë përgjithësi, pse s'mujtë ti me mbrojt, sepse me 3 sene e vllazni nuk shkypet. Runi ju 3 seneve. Uj trupullt. Pushtetit pa drejt. Runi ju uj trupullt. Pushtetit pa drejt asjarët. Këto nuk kanë rahmet. Këto janë 3 pika të cilat njeriu nuk lypet forca, nuk lypet fuqia, po lypet gjinshmëria. Uj trupull dhe më dhe të merë për para uj trupull, është uj trupull më shkelen të, se në është pa fund. Fundosësh. Flaka kur të rëgë për para së vetë kërë kështë e kështë. Sos, ashtu edhe pushteti. Të rëgë për para, dhe të morën vesh kushije të kije që o bo, shkanë, përfundon ketë shumë. Për ata, dëzhishmëria dhe respekti i taj, udhëhecave tanë, është deri atëherë kur ata nuk e shkelin, dhe nuk na urnojnë në të këqija. Momenti kur ata neve na udhrojnë në të këqija, jo vëllah billah. Na përri pa hi në Evropë. Po mëra s'po na vi Evropa kur gjë. Në Evropë po të ka me ime për kompetera? Jo ty, bes po na vi sen du jetë. Ma mirë mësë me hi në Evropë. Po na mërë në Evropë jeme o njerë. Na nuk jem na zi. Mëre kërë këna mësu në geografina, kontinente jo, Balkani, gjitën në Evropë. Mëre, a di që të më thonë me hi në Evropë? Do më thonë ti du me hi në Evropë të më kompetera. Për me hi në Evropë nuk do të më thonë musliman. Për me hi në Evropë nuk do të më thonë njeri që gruja me hip qa burrit. Barazi gjinore, për barazi gjinore kejnë regull, po jo me hip kapuq. Le të shkon burrit a këtuat për gruën, sen të janë zotë. Le të shkon gruja për burrin, edhe nëse të rillon s'kuzon s'ka qare për e marë, se kështu Evropa e dënë. Atëhere na nuk do të më konë budol, pa logik. Dijeni se, kërejt të kushtetuta këto regula janë të shku e të shkel parimit kuranore, traditat kombëtare dhe fetare të popullit shqiptar. Kombëtari shqiptar jetim shumë mirë, por umet qka, umet në një vend që s'penihet, u ka shërdu të pani. Por dijeni për qëta që ka shërdu të pani, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ju me se pranani me shpijen, ju me se pranani me deklarim. Munon e qysht ki mësime e kundushtue, se cili e abzoti ha. Si ty, si ati. Qofse dhe naj në shruhëm kësoj, jem barabar me ta. Kush do që tjetë aja, unë mërë shembull që ke praktike nga, sepse kështë mërë shembull të tjetë të cilët neve na bin të gatshme edhe ne s'kemi qare. Jo, na kemi drejt për me urnue. Men kerihe min amirihi shejën, fali asbir. Kush u rend diçka pe jumerit tina, udhëhecit tina, s'pi pilqen, s'ta ka pilqyje, qa me bo? Fali asbir dhe të bësabër. Fa innehu min kharaja min sultani shejën. E kush del, tash valla unë e filan kryetarën nuk e du, mo, hecë së më interesan, jo nuk në regull tash. Na të pranojmë, le të bësabër, fa men kharaja min sultani shejën, ma të mejtë të gjahilije. Se nuk bën me dalë ti më dasht, më po ma i meshë me po një partin veti, si kur se Ramazan, kem shumë njerëz, disa nisin me herë Ramazan, disa ma vonë, apo? Ne kem sultanin tonë, qysh në thëtë sultani jonë, muftia jonë, thëtë filon me 6 janare, me 6 jashore kena fillimi Ramazanit. Ti vetën e din ma mirë se aj, ti vetën po. Mund është me agjeru, por jo më dalë tash me bo fitne, se fitne është me aronë se sa, vrasja Allah në fati, Rabbil Alamin, e kulu qavli hadha, astaghfirullaha li wa lakum.